Padrejtësia dhe e keqja nuk njeh fe e as nacionalitet. Faleminderit për komunitetin maqedon për përkrahjen duke qëndruar me popullin palestinez. Hoxh, elhamdulillah, bota jo muslimane ka tregu vetëm në këtë gjenocid që ka ndodhur në Palestinë. Në Itali, në Gjermani, jo musliman nga e gjithë bota pro Palestinës. Edhe te ne në Shkup, Maqedon, aktor, këngëtar, ftira publike, e ti si hoxh i ki falenderu. Kështu, si pikë e parë, ky falënderim buron nga bindja. Nuk është vetëm fjalë goje. Absolutisht. Është nga bindja dhe besimi që na e kemi. Nuk është politik. Që na ka formu mendsinë tonë, brendsinë tonë edhe të jashtëmën tonë. Na nuk falenderojmë thjesht vetëm sa për fjalë goje. Po e kemi besim dhe për cilës na shpresojmë një shpërblim. Këtë botë dhe në botën tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men lem yashkurin nas, lem yashkurillah." Ai që nuk din me falenderu njërin, s'ka thonë muslimanin. S'ka thonë njërin e llojit tan, e të ngjyrës tane, partijës tane, jo. Kushdo që të jetë, e ki obligim me falenderu. Për çdo të mirë që ai ofron, edhe e ban. Thot kush nuk din me falenderu njërin, nuk din me falenderu Zotin. Na përderisa e kemi pa gjendjen, domethënë në Palestinë që po ndodh, dash Zoti i Madh që sa më shpejt ta përfundoj edhe që ata të jetojnë në mirëqenie, ashtu si krejt njerëzit tjerë. Palestina, unë e tham kështu, mos kishte ndodhur Palestina, shumë gjana në nivelin global do të ishin të pasbulume. Vallahi. Thot Allah në Kur'an, asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum. Ndodh ndonjëherë që për juve diçka të jetë e urrëtur, ama ta dini, kjo është garancë për Zotit. Ta dini se në ta ka shumë hajër, ka shumë të mira që ju nuk mundi me i kuptu. Edhe nuk ka rrugë tjetër për t'i shpalosur të mira përveç se nëpërmjet rrugës së sprovës. Se na çka ndodh me neve kur Allahu na sprovon me një farë mënyre dëshpërome, jo be kjo është një rrugë e vetmja rrugë për me mrit të një e mirë që nuk mrihet ndryshe. E keni pa për shembull kur do me shku dikon, nuk ka alternativë tjetër. Patjetër duhet me kalu rreth çasaj rrugës. Edhe ti je i bindur se patjetër duhet me kapërsi me gjithë peripeci që kemi pas, duhet me mrit te vendi ku e ke sinu. Andaj Palestina, unë e tham, është me këtë ndodhin, tash kur themi kështu, na nuk pajtohemi me ndodhin që ashtu ndodh dhe me thonë mirë që ka ndodhur. Jo. Këto janë ligjet e Zotit. Çka na vjen prej Zotit, me cilën na kënaqemi, i thojna Zotit elhamdulillah. Por çka na vjen prej Zotit në mënyrë të sprovës, na bëjmë sabër dhe jemi të bindur se kjo është rruga e vetme, alternativë e cila domethënë na sjell dikun që është e mirë për neve. Palestina ka shpalos realitetin e krejt shteteve. Palestina është ajo zilja njerëzore që ka cingru në zemrën e çdo njanit dhe ka vedisu çdo njanin. Qofshin ata domethënë musliman, jo musliman, krishter, katolik, e shumit për shembull në Amerikë, në vendet e Evropës, domethënë bën protestat mëdha, domethënë në përkrahje të kujna, në përkrahje të palestinesëve. Po mos kishte ndodhur kjo. A do ta kishin kuptuar ata se është duke u bën zullum edhe padrejtësi dikun tjetër. Unë e shoh këtë epizod, është një epizod për ta përgatitur njerëzimin drejt një epoke që do të jemi më të vetëdijshëm. Do të jemi më të unifikuar. Do të jemi domethënë më të përgatitur. Domethënë se kështu është rregulli i Zotit. Allahu nuk ta jep një të mirë pa të sprovu. Kjo është e parë, e dyta. Unë jam i bindur. Tash fal internetit, rrjeteve sociale. Po ai shihni se si ata e shprehin guximin. Ai shihni se si ata e shprehin durimin. Ai shihni se si ata e shprehin atë forcën shpirtërore. Po Allahu nuk t'i jep dy sprova në të njëjtën kohë. Allahu ta ka dhënë sprovën materiale, por unë jam i bindur se sprovën shpirtërore që e kanë ata
7 miliard njerëz nuk e kanë. Forcën morale që e kanë ata, 7 miliard njerëz nuk e kanë atë forcë morale. Se, domethënë, mbi 700 ditë, gati që 2 vjet, domethënë me sulmet më të mëdha që janë duke i përjetu, ata nuk po dorëzohen. Po tishin dobësu ata shpirtërisht edhe moralisht. Po s'kishte pas mundësi që ata me rezistuan. Domethënë thjesht për ata ai bombardim dhe ai shkatrim, për ata nuk kushton kurrë. Se janë të fuqizuar dhe janë të forcuar në aspektin moral dhe shpirtëror. Kështu që bota është duke pa me sytë, përveç se janë duke pa me sytë e ballit, ata janë duke pa edhe me sytë e zemrës, por ne ju themi gjithë njerëzve, qofshin ata musliman dhe jo musliman, po përderisa edhe na këtu jemi tu jetu me komunitetin Maqedon, unë edhe prej këtu i falenderoj që kanë shpreh guximin që të jenë në krahun e të drejtës, që të jenë në krahun e palestinezëve. Këtu tamam është treguar ajo kultura njerëzore që na nuk duhet para drejtësisë nuk ka fe, para drejtësisë nuk ka nacionalizëm, para drejtësisë nuk ka domethënë ngjyrë fetare, sepse Allah kështu edhe neve na drejtohet. Thot Allah në Kur'an: "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin alla ta'dilu." Mos ju shty armiqësia ndaj dikujt që i keni, mos jetë shkak armiqësia që ju të jeni të padrejtë me dikan. Drejtësia është në parë. Nëse unë e ti jemi armik, në asnjë mënyrë nuk ban me thi në rregullin e drejtësisë, sepse është rregulli i Zotit. Do të jeni të drejtë edhe me armikun, edhe me kafshën, edhe me atë që ju lufton, edhe me atë që ju sulmon. Domethënë të jeni të drejtë, se na jemi duke promovu një fe e cila është e ndërtuar mbi drejtësi. Dhe këtë drejtësi na duhet ta zbatojmë me çdo njërin. Duhet të jemi falëndërues, ai që e meriton një mirësi duhet ta japmi, dhe ai që duhet privohet për një mirësie, qoftë edhe musliman, ai duhet privohet, sepse drejtësia është ajo që ndan mes të drejtit edhe pa drejtit. Alhamdulillah.